Përshëndetje Gjorgji, më të keni ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje Artur, gëzojmë që takohemi dhe që flasim. Ne flasim dhe takohemi gjithmonë, po për publikun sot do flasim. Okej. Jemi këtu në një ambient magazinimit verës. Por Gjorgji në fakt nuk e ka filluar historinë e tij, karrierën e tij me verë. E ka filluar me fagotin e famshëm, me studimin si muzikant. Ç'mund të thuash diçka nga fillimi, pra nga fagoti dhe kalimi pasaj tek biznesi i verës. Po, atëherë, siç e din domethënë shok dhe miq, shumica që dhe na ndjekin në kështu, kam mbaruar studimet e larta, domethënë 86, 1986, për specialitetin fagot në Akademinë e Arteve. Ka qenë një periudhë, diciamo, më themi, është kulminante që Akademia e Arteve në këta ato vite ishte në nxirrte domethënë student domethënë të nivelit shumë të lartë. Ishin në majë. Po, ishin në majë, dhe si në muzikë, në dramaturgji, në artet figurative. Atëherë Universiteti i Arteve ishte në majë, në atëherë kur mbarua aty. Po, në të gjitha degët. Po, ishte periudha kur ne, po gjithë brezim studionte në mënyrë pak masakruese. Sa studionte? Duhet ta di publiku këtë. Dhe duhet ta di publiku. Domethënë shumicën e kohës studioni, kjo është. Përkushtuar, po. Po tetor, s'mund të themi, po më thënë se duket sikur ai që studion më shumë, domethënë ka nevojë nuk arrin të ketë rezultate, domethënë, që studion shumë, nuk ka të bëj shumë orari, po që ishim komplet përkushtuar. Edhe pasi mbarova studimet, pastaj u emërova drejtues artistik te gjimnazi i ri, domethënë Fier, ku ishte një eksperiencë shumë pozitive që më ka ndihmuar gjithmonë në përgatitjen time dhe në krijimin e personalitetit. Ti je drejtues artistik në një shkollë mesme, në një moshë relativisht domethënë të re, është një eksperiencë shumë pozitive. Pastaj kur ndryshuan gjërat, domethënë unë shkova në Greqi, më dha mundësia, po edhe në Greqi mbas edhe pak fati, po dhe arrita domethënë që menjëherë domethënë të punoja në zanatin tim, një shkollën që ishte vetëm një shkollë dhe tani domethënë Palini, dhe her pas here dëgjoj nxënës shqiptar që vinë thonë, flasin akoma për ty atje, këtu, njërën e tjetër. Në Athinë, po, në Palini, shumë çuni Nikonushit, po marrë kështu, ka qenë atje dhe e din ose që domethënë që e njohim të dy. Po atje ishte gjithmonë kjo pasioni për të shkuar në Itali, pasi e kishim studiuar gjuhën, e kisha mbrojtur domethënë pas universitare, kështu, edhe nuk u gjenda fort mirë, domethënë mendoja domethënë për më mirë dhe shkova në Itali. Pas një eksperiencë në Itali kështu, vendosa në Milano, ku jam edhe sot, edhe që jetoj me familjen time, domethënë që po gjithmonë edhe pse domethënë nuk punoj si muzikant ose kështu, domethënë përgatitja domethënë artistike, se ne kemi pas një formim kompleks që dhe shumë konservatori Milanos nuk studentët që dalin nuk dalin me këtë përgatitje që kemi ne, domethënë. Edhe kur e pa dikush, domethënë landët që kishim ne që bënim edhe kështu, domethënë që bënim njohjen e studimeve domethënë në atë periudhë, se dhe unë kam bërë një master, domethënë pas atyre, një personazh tha, edhe këta pretendojnë tha që ti njihet konservatori si shkollë e lartë. Shkollë e lartë është kjo që ka bërë gjithë to lëndë. Edhe dua të them që më ka ndihmuar dhe ka qenë një marsh më shumë, domethënë, për në aktivitetin tim, domethënë. Gjorgji, ti shkon edhe në to aktivitetet, sidomos La Scala, për shembull. Po, shkoj. Është diçka për teatrin e famshëm. Po, është patjetër është teatri më famoz në botë. Teatri i parë që është elektrifikuar, kuptohet, është një ambient tepër suggestionues, që të ndihmon. Shkoj atje, kam një tip domethënë abonimi që ndjek
provat speciale që është tip, mund të quhet si një përvojë, si një eksperiencë, njeh dirigent të ndryshëm, plus instrumentistët janë gjithë formidabël, të gjitha repartet. Edhe plus kemi dhe po dy violinistë shqiptare që kemi Mikesha, që kemi njohur, Estel Irma Picini dhe Estella dhe Suela Piciri, që ka qenë dhe këtu në Teatrin e Operës, dhe vazhdon, domethënë, shoqërinë e shokëve tanë, domethënë, takohemi shpejt, edhe Entela Shehu, në Shkodrane, ka studiuar pak, domethënë, në Shqipëri, dhe takohemi shpesh kur vinë dhe artistë nga Shqipëria dhe flasim për këto problemet tona. Si lidhet Vera, Giorgio, me artin? Po, Vera, flasim për Verën që ka qenë pasion, pastaj duke në mënyrë të natyrshëm është bërë dhe biznes, profesion mund ta quaj unë, se nuk e quaj zanat, e quaj profesion, se e quaj si diçka që kërkon një përgatitje, nuk është thjesht shitje, është pasion, shërbim, është komunikim, edhe shumë gjëra të tjera, se Vera është produkti me vlerë simbolike më të lartë, domethënë. Përderisa në kristianizëm ka personifikuar gjakun e Priftit, po ta marrim periudhën greke, ka pasur perëndin Olimp, që ka qenë Dionisi, ka qenë një diçka tepër e rëndësishme. Dhe tani ka pas periudha që ka qenë dhe, si thua, e ndaluar nga institucionet, domethënë ka qenë gjithmonë, domethënë, pjesë e epokave të ndryshme shoqërore. Edhe tani bëhet qefi edhe në Shqipëri, domethënë, në mënyrë të natyrshme, me zhvillimin dhe me këtë ka hyrë në mënyrë diçka të themi normale, domethënë, konsumimi dhe impostimi, si thua, dhe vendi që la ajo, domethënë, kështu, dhe që bën pjesë, domethënë, është Vera, është pjesë edhe kuzhinës mediterane, domethënë, e të ushqyerit, domethënë, mirë, edhe të kujdesit për veten, se Vera është dhe objekt, po është dhe subjekt, domethënë. Subjekt në kuptimin që ka dhe cilësitë e njeriu, domethënë, siç është sensi masës, ku di unë dhe të gjithë. Po sa është sensi masës, për shembull? Sensi masës aty varet nga se si e perceptojmë ne dhe si, domethënë, nuk ka gjëra fikse, po diçka që duhet bërë kujdes, nuk duhet kaluar asnjëherë masa. Është si thua, ku shkon te doktori, thonë do pish këtë ilaç se të shëron. Thotë të shëron, po pive 2 gram, se po pive 5 gram telmon. Domethënë, po them dhe Vera është kështu, po për të transmetuar domethënë mesazhin që edhe kuptohet, është cilësore, ka paraqit ambientin ku është bërë, domethënë duhet ta transmetojë, domethënë, territorin ku është bërë, dhe francezët që janë, domethënë, më të avancuar në botë, domethënë për Verën, paraqitin thonë që është pjesë e terruarit, ata thonë terruar, me terruar kuptojnë jo vetëm terrenin kështu, po është një nocion më i gjerë, domethënë, natyrën, njerëzit, punën që bëjnë, po. Gjithçka, domethënë, po. Edhe bërë pasion, domethënë, ka lidhje, ne folëm tash që te pasioni është. Pastaj pasionin, pastaj është e lidhur dhe me artet, edhe patjetër, se më shumë se provimi Verës, domethënë një degustim vere, më shumë se eksperiencë artistike, është eksperiencë estetike, ka të bëjë me estetikën. Po, degustimi Verës është një eksperiencë estetike, si thot Teodor Adorno. Po si mund të jetë një eksperiencë estetike? Po, se shparjes, domethënë shishes, bukur. Jo, vetëm nuk ka të bëjë paraqitje shishes, domethënë vetë shijimi, domethënë eksperjenca kur ne provojmë verë, ka të bëjë me
ka të bëjë me talentin e natyrës, është talenti natyrës, domethënë, dhe spikasin, domethënë, disa lloj verash, disa lloj rushses që janë quhen domethënë vera talenti, siç janë Pinot Nero, që është talenti më i madh që bën ato verat franceze të Borgonjës, se kështu rushrat e Nebbiolo, Rieslingu, janë vera shumë intuitive që kjo është pastaj është një fushë që nuk ka mbaruar dhe është vështirë të komunikohet, se nuk komunikohet me fjalë, është një mënyrë komunikimi universale, si thua, siç është dhe muzika dhe arti. Po, nuk është vetëm klasike, ka. Po, domethënë ka. Po mirë, vera, shijimi veras për shembull, çfarë do lloj vere, si mund të krahasohet me muzikën, çfarë është popular music, apo është muzikë klasike, çfarë? Po kjo është relative. Unë domethënë jam kontakt edhe me figura internacionale që merren me këtë fushë, edhe është komplekse, se ka të bëjë me multisensorialita. Ka të bëjë me anën e sensoriale, domethënë, që dhe është pak komplekse, ka të bëjë, dhe duhet, si kudo me muzikën, ka të bëjë që është harmonia, duhet hyn me harmonia. Po, patjetër që është harmoni. Është harmoni me ushqimin, po dhe vetë vera, kur flasim vera të mira, ka harmoni, se ka harmoni aromash, harmoni shijesh, harmoni kombinime, domethënë, që shfaqen, se ka vera, për shembull, ai gavi aty, për shembull, gavi di gavi, është aromatik. Po të marrësh një Pinot Grigio, shquhet se është kompleks, nuk është që shquhet një aromë ose kështu, ka disa aroma. Po këto verat pastaj famoze, patjetër që kanë. Nuk është thjeshtë, si të dëgjosh një këngëtar, ose si të dëgjosh një orkestër popullore, si të dëgjosh një orkestër simfonike. Nuk është një lloj si të dëgjosh orkestrën me gjithë respektin që kemi për teatrin e operas, dhe si të dëgjosh orkestër Vienna Philharmonic, ose nuk është një lloj si të dëgjosh një instrumentist normal, domethënë një që jep sagjon e vitit 3 ose 4, si të dëgjosh një instrumentist famoz. Nuk është një lloj si të dëgjosh një instrumentist normal, që ka studiuar kështu dhe një talent që shfaqet me njerë, që ka të bëjë. Dhe vera e ka këtë mundësi, në këtë diapazon. Dhe siç e dimë, ne ka vera që janë të kotore. Tani ne është një simatse që të themi që kjo verë kushton 10.000 lekë dhe kështu, po ka dhe një verë që kushton 80.000 lekë. Patjetër që ka një gjë, se patjetër që nuk është e gjerë. Nëse do flasim për çmimet, ka çmime të ndryshme. Ose për të komunikuar me njerëz nuk është një lloj, se ne emocionohemi dhe kur los Apollonia me 17 në dorë, shkojmë në stadium, kënaqemi, po është tjetër gjë kur los Juventus me Manchester, ku diun me Real Madrid. Champions League, kampionati botror me që jemi tash. Po. Janë këto gjëra dhe shfaqen. Kush ka eksperjenca të tilla është në mënyrë normale. Atëherë jemi në një magazin, po themi ne. Kemi disa lloje verash. Mund të bësh një prezantim të këtyre verave që janë, po themi ne, për publikun që mund t'i blejë çdo njëri, dhe pjesa tjetër pastaj që kanë çmime çik më larta, mund t'i blejnë njerëz të tjerë që kanë mundësi, po themi ne. Pra, kemi për gjithë xhepat. Nuk do flasim për çmime, po cilat janë to verat që janë për... Po, unë kam për një se ne, unë nuk prodhoj verë, unë do me bëj një seleksionim, seleksionoj në mënyrë që dhe mundohem që të shërbej, do me thënë, se një shërbim, do me thënë, servicio, do me thënë, ne nuk kemi as prodhus, në shërbim, dhe arim që të komunikojmë dhe me sensibilizojmë, do me thënë, ambientet, do më thënë, ose njerëz që e përdorin, ose të produkt, do më thënë, që t'japim vendin e vetë dhe vlerën që ka. Se vera uji pijet, nuk është vera nuk pijet, vera shijohet, degustohet, që thonë. Po do dhe vëmendjen e duhur, si dikush thot që të pish verë, pa i treguar kujdes, do më thënë, pa u interesuar, do më thënë, ne të pim verë dhe të flasim për
për sportin ose për diçka tjetër, pa i kushtuar vëmendjen, është një lloj sikur të kalosh përpara një ekspozite ku është një Van Gogh ose ku është një Picasso dhe mos të ndalosh, të ecësh vetëm të ecësh. Ti s'ke mundësi ta shijosh pa u përqendruar, të shikosh, duhet të lexosh për atë, duhet të kesh njohuri dhe varet në sa ti e percepton në varësi të përgatitjes tënde, dhe marrim në zanatin tonë, muzikë për shembull. Me të vërtet ne mund të shkojmë dhe ne dy mund të shkojmë të dëgjojmë një orkestër simfonike ose një instrumentist, një koncert. Po, ndryshe e percepton ti, ndryshe e perceptoj unë. Ndryshe e percepton një shoku im që ka bërë studime tjera, nuk ka lidhje fare me artin. Ajo bukur, ishte llampadarja atje i bukur, po ajo atje dera ishte hapur, nuk ka ku di unë, domethënë. Do të them që është pak subjektive, domethënë edhe vera si domethënë që ne po flasim, po është natyrshëm që ka të bëj shumë me artin edhe. Unë kur gjej, domethënë, njerëz që janë zanatit tonë ose artista dhe kështu, komunikojmë natyrshëm dhe për verën. Po. Kemi dy shishe këtu ne që jo, janë themi të rastësishme. Tani është verë edhe kështu edhe po përgatitemi dhe këto janë vera spumante, domethënë. Kjo është Franciacorta, është zona më e mirë në Itali që prodhon produkte më të larta, domethënë. Tu është Franciacorta. Berluki është ai që ka intuituar, domethënë, që ka bërë vera, domethënë, me këto spumantet, që janë metoda klasike, thonë, që është metoda siç bëhet shampanja. Ajo mënyrë, domethënë, me prodhimi dhe që ka rezultate tepër të larta. Dhe kjo është nga kantinat më të dëgjuara, 2-3 më të dëgjuara, domethënë në Franciacorta. Kurse kjo këtu është Giorgi, është kantina Giorgi, që është në Oltrepo, dhe kjo është metodo klasiko, se Prosecco që është shumë e dëgjuar është dhe disa lloj spumante tjera janë metodo Charmat, që i thonë, që kanë një lloj përgatitje më të thjeshtë edhe më kështu. Kurse këto janë vera që janë të stazhonuara, kjo është e mbajtur 24 muaj, domethënë, në lievito, në vaska të mëdha, domethënë, që stazhonohet, që përpunohet, domethënë. Ka një përpunim tjetër. Dhe Berluki, kjo ka dhe cilësi më të lartë, por kjo është standard, domethënë, që është e mbajtur 18 muaj, domethënë, në lieviti, që thonë ata që punojnë. Ka dhe godat. To janë edhe godat Berlukit, se çdo verë ka godat e saj. Ka dhe godat e saj. Po, kjo e ka godat për spumanten, për verat spumante, domethënë këto. Kjo është brut. Brut, edhe dizenjimi godës është ka dhe logon. Çdo verë, po. Jo, çdo gjë, po këto ka, po. Për këtë markë, unë kam edhe godat të saj origjinale. Po, është në formë të tillë që ne duke kur hidhet ajo, shikohet domethënë, për verat spumante është dhe një, se si janë ato bollicine domethënë që dalin, që quhen perlazh. Kështu quhet në gjuhën internacionale nga frëngjistja domethënë që e përdorin. Dhe varet duket dhe ajo nga cilësia e verës dhe dallohen domethënë bulzat, domethënë ato që gazi domethënë si del, dallohet domethënë tek Franciacorta, dallohet tek Oltrepo, dallohet tek Trentino, po, dallohet dhe ato janë, ka dhe një, dhe kur e percepton dhe kur e shikon, ka një tjep atë ndjesinë e materjes që është në lëvizje gjithmonë, se ato bulzat nuk ndalojnë asnjë, janë kështu, domethënë që është si tamam materia e gjallë, domethënë që është si gjë e gjallë, se vera është gjë e gjallë. Baudelaire thotë vera ka shpirt, domethënë. Po kur ka shpirt, pse mos ketë dhe fjalë. Dhe prandaj duhet gjithmonë nuk arrin asnjëherë, domethënë t'ja gjesh fundin kësaj bote. Ka lidhje me filozofinë. Japim edhe një mendim, po themi ne, një perceptim që është edhe mistik.
po themi, verës. Po, patjetër që është mistik, ka të bëj me shumë fushat filozofisht, vera është e lidhur me filozofinë, nëse shikojmë këndvështrimin në grek, domethënë që në periudhën me Platonin, kështu vera ka qenë pjesë e diskutimeve për filozofinë, plus dhe ne dim që artistë të ndryshëm, filozof janë frymzuar, janë frymzuar dhe domethënë kanë ushtruar aktivitetin e tyre duke konsumuar praninë edhe të verës, në simpozio, Greqinë e lashtë ka qenë e pranishme dhe vera gjatë diskutimit për filozofinë. Tash një model që jemi në një çift, po themi ne, që do t'i bësh dikujt një surprizë, marrësh një shishe verë të dashurës, gruas etj. Pra në çift. Si e sugjeron Giorgio këtë takim, po themi ne, simbolik. Dhe pastaj do mund na thuash dhe në shoqëri, po themi ne, më të gjerë. Okej, dikush thotë që vera është lubrifikante sociale. Lubrifikant social. Domethënë është motori, si motor, domethënë që jep dialogu, domethënë. Dhe vera ka këtë anë pozitive që stimulon se tani studimet vazhdojnë dhe neuroshkencat flasin dhe këtë, si domethënë prek domethënë sferat të trurit që kanë të bëjnë me anën gjërat pozitive të gjëra që të lëvizshmërisë mendimit dhe domethënë ne kur pim verë gjithmonë jemi gjithmonë drejt një dialogu pozitiv. Molière ka një shprehje të bukur, thotë pas një dreke unë po e përkthej shqip, po domethënë ka të bëjë pasi kemi ngrënë dhe kemi pirë mirë. Pas një dreke të mirë, jemi të predispozuar të falim gjithçka, edhe kushërinë tanë. Që kam pronës. Domethënë të jep të shtyn drejt sensit pozitiv. Dhe prandaj ka që zbukuron tavolinën ku di unë gjithmonë. Po gjithmonë sensi masës. Dhe është një moment kur flasim kur pim vera të mira gjithmonë. Se vera duhet të jetë e mirë, po nuk që e mirë, më mirë mos ta pish për mendimin tim. Nuk dua të jo krahasimi ose kështu, po kjo është standarde. Po që vera duhet të jetë e mirë, ndryshe se ka nëse që kur pi verë të mirë, kur pi diçka pak, edhe ne kalojmë në një status që gati shumë nga ne e kam provuar që ndjehemi më mirë dhe mendimi, i shikojmë gjërat në një këndvështrim tjetër, domethënë edhe gjithmonë sensin pozitiv, që na ndihmon domethënë. Dhe kjo është mënyra përse duhet na bën që të lëvizi pak mendimi, që të dalim pak nga ajo sfera jonë normale. Ai standardi, po themi ne, që frenojmë. Po. Është mirë që mos frenosh ndonjëherë, po justifikohet me verë. Po, njeriu është qenie që kërkon domethënë dhe që kërkon gjithmonë domethënë. Dhe ajo është dhe filozofës, ajo që ka të bëjë me filozofës që do të thonë miku i dijes në sensin që ti kërkon gjithmonë, kërkon se kërkon të vërtetën, kërkon të bukurën, art, kërkon madhërishmen, vera të ndihmon në këtë drejtim. Kuptohet, duhet të kesh një përgatitje, se ti po s'pate studiuar arte, po s'pate studiuar filozofi, nuk është i popive e verë, ti do flasësh një formim përgjithshëm, për çështje filozofike ose nuk e di, artistike ose po më shumë se për çdo gjë tjetër ka të bëjë shumë domethënë me këto sferat, që të kthehemi te arti, në lidhjen e verës me arti dhe atë çfarë vazhdoj unë domethënë që të në këto kërkimet e mia dhe në studime, domethënë kështu, një gjëra. Atëherë, çfarë është një emër vere që është vere rrallë këtu, që është verë, po themi në veçantë? Ku këtu tek mua? Tek më. Vere rrallë, e veçantë në çfarë sensi që është që është e mirë, është dhe mbase ka dhe një çik kosto, po themi ne, më të lartë se zakonshmja. Po tani unë kam aty diçka kryg, shampanjë kryg,
Se Kryg ka bën shumë studime, domethënë, lidhjen e muzikës me verën. Po në mënyrë, domethënë, muzikë kontemporane, muzikë edhe punojnë mirë, domethënë, nuk është puna që ne dëgjojmë muzikë që pim verë dhe duhet dëgjojmë këtë muzikë ose këtë muzikë tjetër. Nuk është kjo, domethënë, sensi. Kryg me disa kompozitorë, domethënë, dhe muzikantë, si thuash, modern, domethënë, janë studiojnë, domethënë, dhe mundohet që ta thellojnë, domethënë, studimin në këtë drejtime. Ajo shisi atje, po ta marrësh, mund ta marrësh. Atje poshtë. Kjo këtu? Po. Kryg. Kryg, po. Kjo është Kryg. Është patjetër nga shampanjat më të shtrenjta. Po, më të shtrenjta dhe më profesionale, se themi, se këtu. Çfarë komsi është Kryg? Kryg, ky është emblemi i këtij, është me preardhje, domethënë, gjermane, po kuptohet që familje për shumë vitesh që jetojnë në zonën e Shampanjës, se Shampanja është zonë, domethënë, në Francë. Një zonë, si quhet Muzeqe, ose kështu, dhe Shampanjë, se nuk është një lloj, se jo, se marrë një që thoshte, unë do bëj Barolo këtu në Shqipëri. Po, do pyes edhe këtë, po të jam kurioz. Barolo, nuk bëj Barolo, se Barolo quhet zona, zona. Po rrushi mund të vi. Po rrushi është Nebbiolo, po është Barolo, ti nuk e bën, ti mund të bësh jo shesh të bardhë, shesh të zi, ose ku di unë, ose Kalmet, ose këto rushra tona autoktonë, por nuk kanë lidhje. Po desha gjithmonë, të ri flasim domethënë që kështu. Pastaj këtu kemi, domethënë, unë kam disa do bëjmë një xhiro vera që po i shohim, po kryesisht këtu janë vera që janë të pranueshme në nivel që pranohen, domethënë, për restorantet, unë bëj krahasimin dhe që kam parë në Itali që janë normal. Restorante që marrin? Restorante? Po, apo? Po këtu në Fjerë. Shqipëri? Fjerë e këtu afër nesh janë 2-3 restorante që mundohen që të influencojnë të klientët, domethënë, dhe në këtë drejtim. Pa, të sugjerojnë dhe të arrijnë, domethënë, që të komunikojnë, se kuptohet krahas gatimit, kur pretendon që ke një nivel caktuar, ke një gatim, një kuzhinë të mirë, e mira është që dhe të shoqërohet me një pije, ose që të jetë gjithmonë në atë standard, ose të jetë diçka më shumë që dhe ushqimit të marrë një shije, domethënë, ose të lëri një eksperiencë, se ne shkojmë në restorant, nuk shkojmë për të ngrënë, se ne shkojmë në shtëpi ose ku di unë, po shkojmë që të ndryshojmë ambient, që të freskohemi, ose është një eksperiencë tjetër, dikush shkon në restorant, dikush shkon në kinema, dikush shkon në stadium, dikush ku dëgjon shkon për peshkim, dikush bën vrap, domethënë, ka në sensin e pasionit, domethënë, dhe të eksperiencave të ndryshme. Do të pyes pak për pjesën e, po themin, e standardit që ka Shqipëria në prodhimin e verës. Kemi shumë emra, nuk e di unë, kantinash etj. Ka një standard, ka një nivel të caktuar. Si mendon ti krahasuar me, kuptohet tash, me italianët, me europianët që kanë kaq vite? A jemi në mos barabart aty afër? Unë tash nuk e di dhe nuk jam unë ai që ta them këtë gjë, nuk e vlerëson, në perceptoj që si natyrë, si mesdhe, dhe duhet ketë mundësira për të përmirësuar dhe prodhimi i verës këtu. Ne ndijmë, domethënë, nga historia, nga që kemi lexuar, që trevat që kanë jetuar, domethënë, Shqipëria kështu kanë përdorur vera dhe studime të ndryshme arkeologjike, e ku di unë, të sfera të ndryshme tregojnë që ne kemi këtë problem që për një periudhë 500 vjeçare që kjo traditë u ashu pak u ndërpre gjatë studim turk, otoman, një periudhë kështu. Tani ka filluar, domethënë, interesi, unë isha
javën e kaluar kam qenë në Milano ku ishte Identità Goloze, është një kongres shumë i veçantë, domethënë i rëndësishëm që bëhet çdo vit në Milano, ku vin shefa, domethënë shefi thon kuzhinierëve atje. Shefi kuzhinës, internacional, domethënë, dhe më famoz. Dhe ishte edhe familja Cottarella, që është ngarkuar tani nga Ministria e Bujqësisë. Cottarella është një personazh i Italisë. Po. Është kryetari i enologjisë, domethënë italiane, që kemi parë dhe fotografi me kryeministrin ton, i cili është verdashës, si thuash, dhe kupton. Dhe kam pas komunikime edhe më shumë, edhe komunikova edhe këtë radhë, edhe mbesa e tim la dhe kanë vizit, po kam i njoh Vera dhe kemi folë, domethënë, dhe me Riccardo Cottarella për të punë. Edhe mendimi i saj ishte që ishin optimist, domethënë, që ishin optimist që ka për të bërë shumë në këtë drejtim, nuk është puna që nuk po diskutojmë si janë verat apo si janë verat. Po ky fakt mua më pëlqen, domethënë, më kështu që ketë dikush që tjetë, si thuat, si një trajner i mirë, po e them, ose si një dirigent i mirë, domethënë, qëtë për të punë, se është enolog famoz, enolog që punon me shumë kantina të rëndësishme, dhe që kemi të në vëmendje ati dhe tjetësh. Këto duhen investime, duhen kohë, duhet durim, duhet shumë punë, nuk është që bëhet vera kollaj, domethënë, që të marrësh rrush të Maqedoni dhe bësh verë ose të mbledhësh rrush, andaj këti. Ne kështu në mënyrë spontane. Se vera është edhe është pak produkt delikat, gjatë transportit, po. Jo, se si prodhohet vera, domethënë, ka ato fazat e veta të filtrimit, të stazhonimit, atë që thejmë, është një produkt që nuk është thjesht të bëhet. Rrushi bëhet në Vreshtë, vera bëhet në kantinë. Kjo është ideja, që do teknologji, do përgatitje, do studim, nuk është. Kjo ishte, domethënë, edhe ideja dhe i qëllimi që në folëm edhe që bëm në këtë drejtim. Edhe Gjoxho, tash para se të bëjmë një xhiro të vogël, kemi një mesazh për publikun në lidhje me verën, kuptohet? Mesazh për publikun? Po. Mesazhi është shumë i thjeshtë. Pini verë. Jo, që nuk di çfarë them, nuk di çfarë mesazhi që t'jap, po them që pirja e verës, domethënë, duhet të jetë si një eksperiencë, domethënë, si një eksperiencë pozitive, patjetër. Dhe sa më mirë të jetë vera, ta lak të ofron, domethënë, një perceptim ose një ndjesi patjetër pozitive. Gjithmonë pa egzageruar. Se ne jemi mësuar që ulemi dhe duhet pim 3 veta, 2 shishe verë, ku di unë, ose kjo është relative, se mund t'i pish dhe aton, që ose është një ditë dimri, bie shi, ose je afro gjakut, pëlqen muhabeti, mund t'pish dhe 2-3 shishe, 3-4 orë që ri, mund t'kalosh, ku di unë. Këtë shprehje që dëgjuar është ka lidhje me këtë masën, sesinë e masës e përsëritet disa herë, që për shembull perandorëve në Romën e lashtë nuk i jepnin verë siç është, po i jepnin të holluar, e hollonin me ujë, që mos të deshin edhe mos prishnin imazhin. Nuk e di, nuk mundet. Nuk di çfarë them, mbase se kuptohet vera është nuk mund të jetë një lloj si ka qenë vera, po është shumë e rëndësishme, po. Si që kjo është fort atëherë? Se di, nuk e di, po patjetër nuk është si ç'është kjo. Po që periudhat të caktuara ka pasur rëndësinë e saj, ose njerëz jo filozof, jo shkrimtar, kështu që kanë
kam pasur domethënë si thua ato vendet e tyre nga ku mirnin ver, i transportonin në mënyra nga më atë që ofronte koha, domethënë më të mirën domethënë të këtyre me kështu. Po. Lëm tash në pjesën? Po. Përpara. Po. Atëherë hapim pak vend këtu. Tani edhe, nëse këtu po futemi. Tani këtu janë me kutivë, këtu janë disa shishe kështu spontane si thua që janë nga. Po. Disa vera të ndryshme se tani këtu ka disa lloj verash. Shikojmë këta janë amarone, Valpolicella, që është zone Venetos, këta janë Brunello di Montalcino. Kjo është e veçantë, është vera në Oltrepo, që është bashkëpronar Gerry Scotti. Gerry Scotti e njohin gjithë, në Kanale 5. Primitivo di Manduria, që përdoret goxha këtu në Shqipëri. Kjo ka një arsye, se thonë njerë, po pse e pëlqejmë Primitivo këtu tek ne ande këte? Është lloj rrushit. Ja, është lloj rrushit, okay, po pse në varësi për shembull me Chianti, këto janë Chianti për shembull. Ky është Chianti Frescobaldi, ky është Chianti Superiore Leonardo, ky është Chianti Piccini, ku di unë. Këtu se ka të bëjë nga që tregu është i ri, nuk e njohin dhe Primitivo është verë e ëmbël, ka një ëmbëlsi ose është verë e ëmbël, është verë e ëmbël dhe e trash. Dhe ka të bëjë me shijet fillestarit njeriut. Se kush janë ato shijet tona kryesore? Janë të para. Janë se ne në fillim qa kemi shijuar, qumshin njeriu. Dhe ka të bëjë me, ka të bëjë me ëmbëlsinë, dhe me shijet primare, kupton apo? Kurse kur pi një Chianti ose një verë, ku di unë, të tjera, një Nebbiolo ka percepton shije, aroma të ndryshme, domethënë elegancë, kështu. Në qëse ishim të spumante, kjo është Ca del Bosco, gjithmonë Franciacorta, është kantina më famoze, si tu është. Itali? Itali, Franciacorta, në zonë e Brescia, ose Veneto. Tu spikat, do më thënë, të këto vera të si, kjo është një verë e bazë Chablis, është vera si tu është më e njojtur franceze e bardë, Chablis, që kemi ne. Tu janë me radhë, nuk e di që mund të them. Këto janë verat që unë i kam, si tu është më për zëmër, se... Ska gjithë dhe se nëzirim, një shishe s'ka përdo. Jo, të nëzirë. Ky është Gewürztraminer. Është kantina Bolzan. Është vetëm një kantinë që është brenda në qytetin Bolzano, në Alto Adige. Flasim për zonën kufi me Austrinë, që bëjnë vera të kuqe shumë të mira, por verat bardha janë famozë, më thënë. Ky është Gewürztraminer. Pastaj këtu kemi Gewürztraminer, në zonat tu. Pastaj kemi aty lartë Chardonnay, Kleinstein, që është gjithmonë kantina Bozen, që shkruhet aty. Ky Chardonnay, aty kemi Savignon, Moc, Savignon. Gjitha janë markat të njohura ndërkombëtare. Po, janë kantinat më famoze. Pastaj këtu kemi gjithmonë nga kjo kantinë, Bolzan, po marrin këtë, që janë këto grill, Savignon grill, që janë Riserva. Riserva dhe Steger, janë vera Riserva. Pse i quhen Riserva? Janë vera të mbajtura mirë dhe Riserva është term që janë domethënë më të stazhonuara dhe janë më cilësore. Ideja kjo është. Riservave, desha të tregoja një shishe. Këto rrugë janë në fushte, në temperaturë, me kondicionere? Po, në temperaturë të kontrolluar, ja ku kemi aty.
rezerva e 22-shit. Janë verat të stazhonuara, se këtu kanë ide njerëzit që verat e reja, verat e bardha duhet të jenë të freskëta të vitit. Janë verat të stazhonuara. Kemi këtë, këtu kemi Chardonnay, gjithmonë rezerva, që flasim. Edhe kjo është rezerva, Steger. Sta nga kjo kantin kemi dhe vera eccepcionale, që janë ato atje lartë Tall, që janë vera që kalojnë nga 100, do në treg flasim. 100.000 lekë, 100 euro. 100 euro, 100.000 lekë. Tam gjithë flasim. Tu kemi, jo, po. S'ka problem. Se një shimace se thonë njerëzit, kjo verë shumë e mirë, pivajnë verë shumë e mirë. Shumë e mirë në krahasim me ka, se ka një shimace, shumë e mirë, do të thotë. Tu kemi, staj, Brunello di Montalcino, kjo është Biondi Santi. Tash neve themi ndonjëherë që mendja kushton, po këtu themi shija kushton. Këtu. Po, atjetër. Tu kemi edhe kjo është kantinë shumë e mirë Lupicaia, Castel Terriccio, që është e njohur shumë edhe në Shqipëri. Kemi këtu Castel Giocondo, Brunello. Pastaj me radhë, tu kemi Brunello të tjera, San Zenone, Brunello, tu kemi Amarone, Valpolicella. Pastaj tu kemi Grande Alberone, janë këto të gjitha, Grande Alberone. Kjo është Frescobaldi, Lucente, tu kemi Champagne Boulanger. Dhe pastaj këtu kemi, kuptohet, janë Barolo, ato zona aty. Këtu kemi nga kantina Çavolik, që më pëlqen shumë, është Montepulciano, dhe ajo është, do me thënë Aries, është Pecorino, po cilësore, Pecorino. Se kemi disa, 2-3 lloj Pecorino. Pastaj këtu kemi gjithë Moet e Chandon, kantinë që unë e sjell direkt nga Moet e Chandon, që sjellim direkt nga Franca, dhe duke i bërë doganën në kalimin në Verona, edhe në vazhdo. Ate, po, kjo është Moet Ice. Kjo është Ice Rosé. Moet Ice Rosé. Këtu kemi Rosé. Moet Rosé. Këto për çfarë, domethënë në çfarë lloj eventesh pihen zakonisht? Po, Moeti pihet. Napoleon Bonaparte thoshte një fjalë. Bonaparte. Kishte një shprehje, thoshte, kam nevojë për shampanjë gjithmonë. Kur fitoj betejat e meritoj. Kur u mbas si thua, më ngushullon. Në kishte konsumator. Po. Këtu duhet kemi diçka atje nga kantina që pinte franceze, që pinte po Napoleoni. Francezë nuk duan të thënë Napoleon, po Napoleoni. Napoleone i themi dhe ne, si duan ata. Kjo është Pinot Nero, që thamë që është franceze. Kantinë që kupton, për edhe, do më thënë, nuk po flasim për Romane Contea, që janë vera që pushtojnë nga, po që janë vera shumë mira. Janë vera të mira. Kjo është Saint-Emilion, një nga shatot më të djuara. Shato, një nga shtatë kështjellat më të marë, Grand Cru.
hapësirë, po themi ne. Po, shato quhet kur këto kështjella, këto ashtu kanë edhe vreshtat për rreth. Po. Ajo quhet shato, që është kështjella, është kantina si të thuash dhe ka vreshtat për rreth saj, që është rrethuar nga vreshtat. Ka dhe emrin e verës. Po. Po. Më thënë kemi diçka, do më thënë, vera franceze, këtu kemi një Gran Cru tjetër, e 2015-ës, që mundohemi ti mbajmë në ambjente tepër kushte shumë pjene speciale. Themi se i pam gjitha tash, Xhoxho? Paka shumë. Unë kam kureshtjen dhe dëshirën të tregoj, të shpjegoj, po. Këtu kemi në që na kanë kepër për të thënë, jo? Ha, këtu kemi bërë një kështu me këto verat. Markat? Po, më të dëgjuar Tignanello, që është vera më dëgjuar, në Chianti, do më thënë. Është kulmi i Chianti, do më thënë. Atje është Sassicaia, që është vera më famoze dhe më... është vera e vetme që e kanë quar dhe në astronaut, dhe kanë quar në hanë dhe në hapësirë, po. Kanë quar 3 shishe. Një iku, do më thënë, u shpërba, do më thënë, në natyrë, një e lanë atje, një e sodhën prapa. Po, cile është arsye që se djegën? Kotë, thjesht. Që po ta gjenë... Është dëshirë e tyre, po. Një iku në hapësirë. Maseto që është vera... Nuk themi më e shtrenjtë, po vera më... Më e mirë. Më e mirë, do më dhe, që është merlot, në pureca. Pastaj ka amarone që ka janë edhe më të shtrenjtë. Xhoxho, të falenderoj për bisedën, ishte shumë interesante. Më rovë, Turi, falenderit ty. Falenderit ty. Edhe... Unë kur kam kohë dhe mundësi flasë... Do takojmë prapë, urojmë takojmë prapë. Shpresojmë, pa tjetë. Falenderit.